Ylli, ta thash edhe në fillim Si doktorin para se dhe sinkronin, e kam bindje totale dhe për mua, jo në opinionin, po besoj dhe shumicës e njerëzve, kjo është një opozit e mbaruar, opozit që nuk ngjall shpresë, besim, dhe këta po luajnë me nervat e demokratëve, me halët e demokratëve, sepse një opozit e cila ka përballë një qeveri, a thotë opozita është qeveri e korruptuar? A thot opozita që është qeveri e drogës? A thot opozita që është qeveri e mafjes? Atëherë, një qeveri e tillë përballohet me një turm të madhe, ta kam thënë edhe një herë, që mbushet nga sheshi në deri te sheshi Skënderbej. Duhet të dalë popullata. Por populli nuk del. Atëherë me 200 veta, sa ishin? 300 veta sot në tonë, se ti edhe pak afër PD-s. 300 veta, më thuj. Po mirë që mbështet doktorin, më fal. Po jo më mbështet doktorin tash, më fal. Të lutem. Ai nuk është me asnjërin, po. Jo, po mirë, sot e kam kolegë mik. Tani, Anton, unë po ta marr rolin e Ylli Rakipit. Më thuj mua, çfarë opozitë është kjo? Ma thuj ti mua. Edhe më bind mua që kjo mund të rrezoje atë Ramën. Ma thuj. Kjo është opozitë e mbaruar vëlla. Se nuk ka lidership. E ke gjetur në moment të vështirë, Nikol. Kjo është hera e tretë që ne mblidhemi dhe diskutojmë një gjë. Po se çdo javë ata bëjnë këtë. Po. Pra ata bëjnë të njëjtën gjë prej 3 hënash. Ne themi të njëjtat gjëra 3 hëna dhe asnjë gjë nuk ndryshon. Thuajnë gjë tjetër. Po jo, po se ndryshojnë nga ne. Po kanë do ndryshojnë ata. Ka pra çfarë ndryshojnë nga ne. Domethënë, një qeveri që është e korruptuar deri në palc, ndihet aq e fuqishme të vazhdojë të udhëheq, sepse përballë është një opozitë e dobët, e cila për momentin nuk ka mbështetje popullore. Ky është problemi. Pra nuk ngjit besim tek njerëzit, sepse me atë çfarë bën qeveria, sheshi atje duhet ishte plot. Duhet ishte plot nga njerëz që kërkojnë ndryshim. Nga njerëz të zemëruar, mo. Po nuk kam besimin që do ndryshoj. Kapet kryeministri me zënës kryeministrin, me qeverin, në llogara, në tendera, në të instalator, bën fjalë për qindra milion euro këtu. Por edhe njerëzit nuk janë zemëruar për të dalë në protestë për të zgjuar qeverinë. Edhe mënyra se si ndërtohet edhe foltore nuk të ngjatë frymëzim. Domethënë ndryshon dekori mbrapa, të thjesht merr me një dekor të thjeshtë. Një prej folësve thoshe sot jemi mbledhur i shërben doktorit për zgjedhjet e prillit që ka vitin e ardhshëm PD, që mbyt gjithë zërët. Doktori nuk e diskuton në ai tha, do kandidoj për kryetari i PD-s në prill 2026, apo? Në vend që të thoshte, do gjemi figurë tjetër, emblematike, përbashkuese, tifuese ngar 4-5 kandidat, 10 kandidat, dhe ai që fitonte të shpallej kryetari i PD-s. Ka bus në këtë histori, pra ne këtë kemi thënë prej vitesh, do vazhdojmë të boshë të themi vetë sa vite tjera. Atje nuk ndryshon kjo gjëja. Problemi është që një vend që nuk ka opozitë serioze të besueshme, është një vend gjysmë demokratik. Ka probleme. Se një qeveri, unë mbaj mend edhe protestat dikurshme, që po i referohem 2003, 2004, 2005, ishte PD-ja, po kishte frymëzim, kishte njerëz, apo jo, dhe mori pushtetin. Sot, çfarë me 150 veta? E thash pak si me batut me humor me zotin Rakipi. Ne mbaj mend apo Ylli Rakipi. Ne zgabom në shkurt 1999 që ishte ajo Kosovës, lufta Kosovës, bën thirrje Gazeta Albania dhe Gazeta Kojon që tha ishin dy kundërshtarët apo, dy gazetat më të mëdha të vendit. Dhe dolen plot sheshi Skënderbej. Dhe u bashkua për herë të parë Berisha me Skënder Gjinushi, dy armiqë më të betuar, apo jo? Unë e Nikon kemi bërë mitingun më të madh vendor. Po ishte punë e Kosovës. Dy persona. Doli popullat e gjithë. Fal, doktori me 200 veta, si do vinë pushtet ai? Si do vinë pushtet mandi? Sepse ata njerëz. Kjo është si më e ndëruar. Një pjesë e madhe atyre njerëzve që do duhet mbushin sheshin, kanë ikur jashtë. Kanë 12 vite që presin që kjo partia të vinë pushtet. Fal, këto që votuan për doktorin, votuan 500 veta, sa votuan? 500.000. 500.000, 400.000 po themi, gjithë to. Pra nuk janë... Ku janë këta? Janë këta njerëzit e mitingjeve. Ky është një, në fal, 400.000, 500 veta janë të revoltuar me qeverinë, po prapë nuk kanë besim kjo doktori dha, që i sillen pushtet. Dhe për momentin po them hapur, që sot si e shoh PD-n, në këtë gjendje që është PD-ja, po të hiki doktori në këto momente, PD-ja shkërmoqet. Po me doktori nuk vjen pushtet PD-ja. PD-ja do ta hapi doktori do hapi vetë rrugën i dashur Andi. Kam një replik me Niko. Kam një replik. Po bë replikën. Nuk është se s'kan besim të doktorit, do të sjell pushtet ata që votojnë për doktorin. Sa ata derisa votojnë për doktorin, domethënë që kanë besim. Po nuk s'kan besim që kjo është mënyra se si vihet pushtet. Ata s'kan besim që ky është momenti dhe që me këto mënyra do vinë pushtet. Pra ata thonë që nëse ne do dalim shesh të bëjmë atë parakalimin e radhës, manifestimin e forcës kot, s'ka asgjë gjë. Ose serenatën, si që thoshte ai. Është një herë në javë, on 4 herë në muaj, on 36 herë në pa asnjë rezultat. Kjo s'ka asnjë vlerë. Atëherë çfarë?
duhet ketë ide leadershipi Partisë Demokratike. Duhet mos jetë ai dembel në ide të paktën, mirë në organizim, pas në ide, që t'i mbledh njerëzit me ide të re dhe me një mundësi, me një shpresë që mund të rrezohet qeveria me këtë mënyrë. Po kështu me këtë mënyrë kështu me një herë në javë, një orë aty, Serenata Edi Ramës nuk rrezohet as kodi që është përballë, as drejtori i kodit, drejtoresh e kodit nuk jep dorëheqjen. Kështu që mendoj që njerëzit nuk vinë sepse nuk ka ide, sepse nuk e besojnë që kjo është mënyra i dorëzojnë Ramën. Qartë. Denis? Tani me që ju u kthyet goxha herë në të shkuarën tuaj, legjendare gjithashtu, midis Nikollës edhe Ylli Rakibit, se po them vetë tret sikur sjeni këtu. Po ti këtu e njëse ti si e i voglër. Nuk e kuptoj, thënë tani po mendoje se si Berisha nuk ka arrit dot në kohëra dhe shkuara të gjente Chelsea që të bënte për veten Nikoll Lesin, se do ishte akoma në pushtet. Se vetëm Nikollën kishte përballë. Se ako vajti Niko, po e pa që s'benin ata dhe iku me vrap. Imagjino, Ore shkoj Niko e ca kohë, se ti nuk e mban mend, shkoj. Imagjino, mbaroj zënien me Fatosnanën. Mos e ta temun me që bën pyetje. E ke retorike? Sa retorikë mos ka gjë. Ore pa që Fatosnanën. Zakonshme në sa nisën e kapë. 2005 është qeverisja më e Berishës se ka qenë Nikolla. Ore pa që Fatosnanën, po ja fote Niko e vajti te Berishë. Po kur e pa që ish më keq ande iku me vrap. Kush më fusë ndërkohë? Po flas më përpara më vurr. Po më përpara. Para të bëj një serim, fal. Bëj serim Niko. Ta bëj serim. Nikolla serim. Debat do bëjmë tash. Debat. Uste fillova fare, po se si sqarojmë dhe Jo, jam i detyruar ta shpjegoj publikut. Jo. Unë tek doktor Berisha shkova i nderuar pas 97-s, doktori ishte afër yllit ose ylli afër doktorit, dhe 97-ën Abileka me kolegët e vet rrezoi, koha jon. Ku erdhi puna me Fatosnanën që kryeminist. Pastaj Abileka me këta shokë të tjerë kaloi këtea. Ai është në botën. Nga doktori. Ai është në botën. Pasi rrezuan. Ai është në botën tjetër Fatosi. Jo, ne gjithmonë në opozitë. Që në pushtet. Erdhi Fatosi, që tani është në botën tjetër, nuk na dëgjon. Provokacja ndryshe. Ta mbaroj Ylli, jam i dhuruar. E ta mbaroj Niko dhe ose ky s'foli. Jo, erdhi. Kam un provokim. Po mirë do ta them, e provokove, e hodhe shashkën tash. Si provokator mirë ta bëri që të ndërprer. Tani duro ta shpjegoj. Erdhi Fatosi kryeministën, unë me kohën tonë ngritëm kritika të shumta ndaj tij, edhe ofertat janë publike që i dihen tonë gjithë publiku, si deputet që më tha me mua fito para, edhe unë prapë rash kundër, dhe atëherë përballë dy ujqërve. Po nuk diti po thotë me Berishën, kalova me Berishën. Ore s'kan gjetë pinin ty ata, se ti ja gjeti Berisha pinin, fare pak dhe ky iku. Ja hodhi pinin. Je vonë. Ja hodhi pinin te këmbët dhe iku. I ka gjetë iku ky. Po mban pin Niku kështu më burr tani se ti nuk e njeh. Po them para 97-s. Ishte koha e medias proletare atë. Po pra. Pastaj lindi media e pollate dhe media me para. Berisha vazhdon akoma me të njëjtën skem që pastaj shpjegoi dhe Meta ca skema që pagesa e shpjegoi. Erdhi media e firmave të ndërtimit pastaj. I shpjegoi vetë ca skema me Ramën, edhe me Ramën. Ylli Rakibit. Erdhi paraja madhe, na nxori jashtë loje. Ikni prap nga koha. Un jam gjithkohës para 97-s. Ata mbyllën fare pastaj. Pra, mbyllën fare pastaj. Para 97-s, po, dakor. Atëherë dhe herë. Nëse 1 minutë. Para 97-s Berisha kishte gjithë pushtetin, apo jo? Që të bëjmë edhe pak serioz, po themi në kohë. Jo të gjithë, po. Gjyteri dhe sa përqindë e shqiptarëve i ranë të kembët. Një njeri që s'kishte Berisha nën pushtetin e vet, ishte koha jon. Nikoll Lesi, apo jo? Pra, të vetmin objekt që duhet kishte për të gjetë Chelsea se si të mbante pushtetin e vet, që të shuan të bënte këtë që bënte Rama sot. O zotri. Ko prit mos e aq kupton ti. Po mua 3 pak. Nikua, po të kuptojmë po Nikua nuk rrin dot në një vend. Po pse fleti në vend Nikos? Vajti te doktori dhe iku me vrap pas pak kohë. Pse fleti në vend të Nikos nuk e kuptoj. Po foli mo Niko. Po ndërsa Niko po vllaz flazi vet ai. Po se kam qenë aty më burr. Nuk po flas. Ikëm nga tema. Flas për gazetën Albania. Jo fare. Do të flas për gazetën Albania. Tani, po s'ke nuk e kem treg. Hiqi të drejtën e fjalës se e ngatroi gjithë emisionin. Denis po ngatron për këtë. Po provokon gjithë emisionin. Njëri ishte me doktorin, tjetri ishte kundër doktorit. Në rregull. Ndërkohë vet doktori mund të bënte një paketë të rëndësishme mendimore. Gjithashtu edhe thoshte për shembull Niko si ta zgjidhte dhe vazhdon. Ai e bëri. Prit më se po më shkruajnë tani se njerëzit kanë kujtesë. E di çfarë bëri Berisha Nikon. Zënës ministrin e 7 të
të sportit. Të kulturës. 2005. Puri 5, zëvendës ministra, Po, Nikon e shumë bëri vonë, 5. shumë vonë. Po jo ishte... Ylli, Si të mos ikte Niko nga aty. Bajta e gjeta unë në zyrë, prit. Aty mori E pinin gjeta Nikon unë në zyrë, prit mo. Një zyrë 2-2. Që ishin 5-6 zëvendës ministra. 2-2 i thashun turpi botës. Këtu në këtë të rishti. Ishte të lirë. A ishte më mirë në burg se zanat zyrë. Ylli, emisioni e ke për mua apo ke për Berishën? Ikim. Rama, tani, Se aty u bëve tiku pësaj. Të zure Nikolës. tani, këso do vazhdojnë çdo të jenë. Do të thonë, Dhe ne edhe do t'i fillojmë kemi- dhe në për qytetet e Niko, tjera, thonë. Dhe ti do jesh se çdo të jenë kemi foltore. Dhe ti do flasësh për foltore. Po, që foltore të flasë, Ylli, ta thash edhe një herë. Me këtë foltore, kush e quajti një term tjetër që theti kush ishte i ftuar në studio. Si e tha ai? Sarjani. Saljani. Si tha një Ylli, Duhet ishte revoltore, thaj. Nuk e quajti. Ylli tha një gjë tjetër. Kjo foltore, rrojtore, kjo kështu ka për të mbaruar. Filloi dhe mbaroi. Po them edhe një herë, opozita, Ylli, pa e kaluar sensin e humorit, duhet që patjetër të ketë leadership të ri, të ketë një frym tjetër dhe që ta rrëzoje një herë e mirë Ramën. Nuk rrëzon dot me këtë